Njeriu është qenie shoqërore dhe si e tillë ndikon në shoqëri dhe ndikohet prej shoqërisë. Njeriu është qenie shoqërore, ashtu e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala që të ndikojë tek të tjerët dhe të ndikohet nga të tjerët. Dhe kjo është e pashmangshme për njeriu. Nuk ka mundësi që njeriu ta mbrojë veten e tij 100% mos ndikohet nga rrethi në të cilin jeton. Po edhe nëse largohet komplet prej njerëzve, edhe nëse shkon në mal dhe vetmohet, patjetër të ndikohet prej rrethit në të cilin jeton dhe ta adaptoj vetveten ashtu siç e ka rrethin. Andaj është shumë e nevojshme që të ketë bashkëpunim në mes të njerëzve, që të ketë bashkëpunim në mënyrë që ta mbrojnë veten e tyre dhe ideologjin apo besimin e tyre. Sepse duhet me ditë se nëse ti nuk ndikon tek të tjerët pozitivisht, atëherë do të ndikohesh prej të tjerëve negativisht. Sepse nuk ka gjendje as njëjse, as para, as mbas. Patjetër, nëse nuk ec para, dije se do të shkosh mbas. Dhe nëse nuk je në plus në lidhje me fenë e Allahut subhanahu wa taala, dije se do të jesh në minus. Sepse koha shkon, koha ec. Andaj dita për shembull, brenda një dite, 24 orë, vjen koha e namazit sabat. Nëse nuk e fal namazin e sabat dhe nuk e përmirëson vetveten, nuk e shton këtë vepër të mirë, atëherë automatikisht ti je në minus, pra. Automatikisht ti e ke shkruar një vepër të keqe mbi konton e veprave tuaja, sepse urdhrat dhe ndalesat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Nëse Allahu të urdhron me namaz, në të njëjtën kohë të ndalon nga lënia e namazit. Nëse nuk e vepron këtë, në njëjtën kohë ti po bjen gabim, domethënë nuk ka mundësi që të ngelish as sevape as mëkat. Nuk ka mundësi. Brenda ditës ose do të bësh vepra të mira, sevape, ose do të bësh mëkate. Andaj për shkak se jemi qenie shoqërore, që edhe gjërat më elementare në jetën tonë duhet të angazhohen disa dhjetra njerëz për t'i arritur ato. Edhe ushqimin që e ham, të cilin e blejmë në shitore, duhet të angazhohen dhjetra ose qindra njerëz për të arritur kjo dobi. Nëse këto gjëra elementare, pra, pa të cilat nuk mund të jetojmë, duhet që të ketë bashkëpunim mesin e njerëzve, duhet që të ketë, domethënë, organizim në mesin e njerëzve, atëherë si ka mundësi që ta ngritim fenë e Allahut subhanahu wa taala apo ta praktikojmë fenë e Allahut subhanahu wa taala pa bashkëpunuar dhe pa organizuar me njëri tjetrin.